Kanë mjaftuar vetëm 15 minuta arreshtje breshëri që pjesa më e madhe e prodhimit të parë të pjeshkëve apo kajsive të dëmtoheshin në masën mbi 95%. Në zonën e Fier Sheganit gjendet një sipërfaqe për 160 hektarësh e mbjellë me pjeshk dhe kajsi, ku dëmet e shkaktuara nga breshëri janë të konsiderueshme. Sipas fermerëve, breshëri këputi kokrat e prodhimit të parë, si dhe lulet në çelje, duke dëmtuar kështu edhe prodhimin më të vonshëm. Përrjedhoja ta kërkojnë mbështetje nga Ministria e Bujqësisë apo instancat varësose të saj për t'u ofruar mbështetje financiare pas dëmit ekonomik të posuar nga kjo fatkeqësi natyrore. Ai erdhi shumë i fuqishëm, si ky ne s'kemi parë asnjëherë faktikisht si ky breshër gjëra. Po ka dëmtuar jashtëmase pjeshkë këtyre e që është bujqësia me fjalë. Ja do investime kam. Edhe lulet e ka janë tokë, se ajo që shumë e fuqishme, që ajo vali gati 10-15 minuta. Dëmi që pa parë, ishte shumë kolosal. Janë pak në 4 vëreja tjetër që janë të hershme, që janë dëmtuar. Ka marrë çdo gjë. Me shteti po ka mundësi, na japi një dorë të pakën, marrin frym. Ne tani jemi mbytur deri këtu. Dëmi që më zhbar unë se këna do të kokën, se kjo i do prap shërbimet. Vaditja do bëhet, spërkatët do bëhen prap. Bëhet me dije se Bashkia e Lushnjës ka nxjerrë në terren disa ekipe pune për evidentimin e dëmeve. Rreshje breshëri pati në pjesën më të madhe të ultësirës perëndimore, duke shkaktuar dëme jo vetëm në frutikulturë, por edhe në të mbjellat e tjera.